Kemi shumë personazhe që kanë betë njëjtë, ndoshta jo prej ditës kur e kanë nisë karrierën, po gjatë rrugtimit. Bile nëse nuk e ka bëju e këshit pas të fundme, Monika Salium, duke që është një prej këngëtarëve që boni fam, akoma rikthej në Big Brother, po prodhon këngë, po nuk është shumë e sinqertë, dhe veç me pi kafe me to, ajo ta bën ditën shumë të mirë, lërë më me i dëgju këngët e saj. Po ka edhe personazhe tjera, ka edhe këto këngëtare cilat janë tashmë në mosh, që i qëndrojnë besnike zhanrit të tyre, se dhe kjo mundet me qenë pak qëndrueshmëria në karrierë. Po, jo, merët si dopsi. Mu personalisht, sinceriteti tepër të qenurit e drejt për drejt në për intervista, ka shkaktu ndoshta që shumë deklarata me unëzirë prej kontekstit, edhe me u bo tabel qitje, ku në sakt nuk jon hy branda edhe me dëgju. Edhe pa tjetër gazetarët jon ajo gjithmonë hajde, ki në gënjeshtër sët, që shpo e nisim ditën me gënjeshtrat gazetarëve. Është ndoshta një pyetje klishe, po që realisht na lëndon shumë, sidomos neve që jemi shkollu me master për këtë drejtim. Ka gënjeshtra, po jo se cili gazetar gënjen, tash po dal në këndin e gazetarit, po në anën tjetër prej jetës së përditshme kemi shumë. Nëse ti ja thut vërtetën ndikujt, ai thot ose po më xhelozon, ose thot dëshiron me qenë ma mirë se unë dhe s'po mundet. Gjithmonë i shoh prej nga po vjen, kështu që dhe ato fjalë prej ku po thohen, nëse thohen prej dikujt që nuk është të bëu diçka në jetën e vet, nuk e marr shumë të mirëqenë se thon pse s'po e bën ti, po më këshillon mua. Po në fakt i drejti me të sinqertin ka ndalim kogja shumë. Sepse ti mund t'jesh person jo edhe aq i mirë, po t'jesh i sinqert edhe të tregosh që nuk je aq i mirë. Dhe nëse je i drejt, është diçka tjetër. Apo ju bëri të mendoj kjo pyetja ime. Nëse muj me shtu pak të pjesën e adoleshantëve, mendoj se është shumë mirë, dhe me thonë prindin dhe i fëmijës që është adoleshant, nisan që kom praktiku vetë, edhe më ka dalë sukses shumë, që ta shikom vajzat fakultet, edhe shumë mirë janë. Dhe me thonë të adoleshantët, zakonisht musha 15 deri 18, zakonisht me ju thonë që tu jetë vërtetën, edhe nëse ofse është i gabim, momentin që të regon një gabim që e ke bërë, çfarë do qofta im. Ne prindrit bashkë, familja, mundohi me zgjidhë të shëruat gabim. Momentin që familja nuk e din, ai gabimi që është aktualisht, edhe familja nuk e din, gabimi shkon vetëm duke u rritër. Po, pa tjetër. Shtu që është shumë mirë të kjo pjesa adoleshante, mos me ja zbukuru gjithmonë që s'ka lidhje mos me qenë gjithmonë e vërtet, po sidomos të gabimet duhet me qenë vërtet, edhe momentin që kuptohet e vërteta, familja bashkë mundohet me shëru atë gabim, çdo familje. Okej, vazhdojmë një pyetje tjetër, apo ke kemë pak të showbiz, a? Po. Po, këtu me ta pak një... Showbiz. Po, unë mendoj që njerëzit të cilët janë në industrinë e showbizit, për mu janë sinqert ata personat të cilët e kanë... Në showbiz